Mirë, me që jam vetëm gjej rastin të bëj një përshëndetje. Dua të përshëndes të dashurën time dhe do t'i them që nëse do të kontaktosh me mua, unë e kam ndruar numrin e telefonit. Nuk e shanse. Ashtu si mbaron dhe fillon një kohë, ashtu ka ndodhur dhe me quizin ton. Mbaroi koha jote mbaroi dhe filloi koha jote filloi. Tani do të lidhemi me njëherë me studion ku do të jetë quizi. Koha jote filloi. Zonja dhe zotrin, ja pra ku u ritakuam sërishtas pra këtu në kuicin më qikuar në bot, koha jote filloj. Falemderit. Por, kush do tjetë konkurenti i radhës që do të vi në këtë studio? Këtë do të marim vesh pas pak. Që solja të këtu? Kush e shtyu që të vinë të këtu? Këtë nuk do të marim vesh kur. Atere, pa unë burko, le të ftojmë konkurentin e radhës, zotin Elton. Zoti Elton është konkurenti ynë i ri. Zoti Elton është vetëm 37 vjeç. Hobi i ti është lozi me targat e makinave. Është një djalë shumë i zgjuar dhe shumë i pregatitur. Pra, juve, zoti Elton, jeni i pa... Përgjegjshëm. I pa pun. I pa pun. Zoti Elton është i pa pun. Pra, mirë se erdhët, mirë mbrëma, zoti Basan. Elton, zoti Elton. Zoti Elton, pra, mirë se erdhët. Atere, ju lutem, mund të më thoni përpara se të fillojmë lojën, zoti Elton, besoj ndjeni i emocionuar. Sa i emocionuar ndjeni nga 1 deri në 10? Deri në 10. 10, po. Deri në 10. Deri në 10, pra, zoti Elton, ndjeni emocionuar. Besoj, por emocionet do të vazhdojnë. Sepse përveç zotit Elton, në studion ton, në studion e koha jote filloi, ne do të ftojmë konkurentin tjetër. Ai është i papar. Ai është i pa përballueshëm, i pa suportueshëm, por gjlitiri në fyt me ne. Ai është pra zoti Altin. Ai nuk ka nevojë për prezantim, por ka nevojë për një duartrokitje të zjarrt. Faleminderit. Zoti Altin, mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Atere, ka kohë që nuk shikohemi bashk, por na kishe marrë malli, vërtet. Mund t'i jepni dorën njëri tjetrit, ju lutem, dy konkurentët. Ju njiheni me njëri tjetrin? Po. Jo, sigurisht që jo. Jo, nuk njiheni me njërin tjetrin, e ku mund të takoheshit ndryshe për herë të parë, përveç se këtu në studion ton të koha jote filloj. Falë, kjo ishte pyetja parë? Jo, kjo nuk është pyetja. Kjo nuk është pyetja, zoti Altin, pyetja do të vi pas pak. Kujdes, përpara se të fillojmë lojën, do t'i shpjegoj një rregull esencial për këtë lojë. Si që shikoni përpara jush keni një pulsant. Atere, kujdes, pulsantit duhet i bini vetëm kur është për t'i rënë. Pra, kur ka kohën për t'i rënë. Që do të thotë? Pulsantit do t'i bini kur unë të mbaroj pyetjen. Në qoftë se ju i bini përpara kohë, përpara se unë mbaroj pyetjen, atëherë do ta vazhdoni përgjigjen edhe pse unë pyetjen e kam thënë përgjysëm. Pra, kujdes, kur t'i bini pulsantit, duhet t'i bini mirë. Pra, kujdes. Po kjo punë bjerit i bim. Po, dakord, shumë mirë. Atëherë po më të fillojmë me sfidën. Përballë njëri tjetrit janë zoti Elton dhe zoti Altin, ose si që do t'i njohim që sot e tutje me nofkat Qerosi dhe Delengjiu. Një duartrokitje. E hapim podin me bet një. Kujdes. Përpara se të fillojmë lojën, duhet të dini që juve keni tashmë që pa filluar loja, keni në konton tuaj 10.000 euro se cili. Falemderit, fitova zemër, Ika. Nuk e fituar asgjë, zoti Elton, ju lutem, ktheuni aty në vend, kujdes, bëjni një provë pulsantit se harova. Po, shumë mirë. Atere, kujdes, zoti Elton,
10.000 euro është një shifër që ju nuk duhet ta humbisni gjatë lojës. Kujdes. Loja ka 3 raunde. Me bet 10.000 euro. Kujdes. Kujdes, zoti Elton, loja ka 3 raunde. 2 sfidues edhe një star. Kujdes. Po, mor, ti e stari, ti. Pra, zoti Elton, kujdes. Kujdes, kemi të bëjmë thjesht me një lo. Lojë. Ne bëjmë me një lojë, zoti Elton, kujdes. Raundi i parë quhet përdor kokën. Kujdes. Ju duhet përgjigjeni vetëm me po ose jo. Kujdes, fillojmë 3 pyetje. 2 sfidues dhe një star. Po, mor, starje. Të shohim se kush do ta marrë Nin. revanshin. Kush do ta marrë revanshin? Revanshin, zoti Elton, kujdes, përqendrohu. Ja, Lamet starje. Atëre, pyetja e parë është, kujdes. Po. A mundet që një kangur të kërcej më lart se kulla Eiffel? Po, 1 minutë i ra zoti Elton i pari, po. Po, sepse kulla Eiffel nuk mund të kërcej. Nuk ka nevojë. Dakord? Zoti Elton nuk ka nevojë për komente, juve thjesht duhet përgjigjeni jo ose po. Po, zoti Elton. Pse ja futa kot? Jo, je shumë mirë. Përgjigja është e saktë. Perfekt, mor, vlla. Kujdes. Kjo është pyetja e dytë. Ky është raundi i parë. Un jam një star. Kujdes. Pyetja është: a shkojnë për muaj mjalti çiftet me diabet? Po? Jo. E pasakt. Se më... Po. E sakt. Pra, zoti Elton apo Qerosi siç e njohim, Po pse Qeros, unë njerëz po e kuptoj. apo Qerosi siç e njohim kaloi në raundin e Lar. parë. Par. Raundin e parë, kujdes. Ju nuk fituat asgjë deri tashti. Kujdes, zoti Elton, ju nuk keni fituar asgjë deri tashti. Kujdes. Fillojmë me raundin e dytë. Ky raund do të quhet patatja e nxehtë. Kemi në dispozicionin tuaj 8 argumente. Argumentat janë guzhin, muzik, kafsh, histori, spektakël, kuriozitete, gjeografi, gjuhë. Në qoftë se përgjigjeni sakt, fitoni 1.000 euro për pyetje. Në qoftë se nuk përgjigjeni sakt, do t'i humbisni të tëra. Kujdes, zoti Elton, përzit një argument. Guzhin. Kujdes. Pyetja është: çfarë është e përdorshme edhe mbasi thyet? Po, zoti Elton, po. Veza. Sepse vezën e thyen, pastaj rrahim e skuqim. Po, pastaj akuzojmë për trazirë dhe 21 janari. Kujdes, zoti Elton, mos e rrahim. Ju lutem lëreni zotin Elton, mos i ndërhyni zoti Altin. Zoti Elton është i përgatitur, ai me të shikoj unë është përgatitur dhe ka ardhur këtu në studio me qëllimin që të fitoj të Më në valle. Të tëra, zoti Elton, të tëra. Kujdes. Pra, e sakt. Qerosi sa po fitoi 1.000 euro. Po pse Qeros më bish plumbson? Delengji zgjidh një argument. Kujdes. Nga moda. Kujdes. Pyetja është: nga se është e përbër një furç flokësh deveje? Po, zoti Altin, po. Nga deveja. E pasakt. Se mor, vlla, se? Një furç flokësh deveje është e përbër nga gëzofi i ketrit. Po çdo ketri si për deves, mor, vlla. Juve, zoti Altin, nuk fituat asgjë. U të shpotova. Përkundrazi, edhe ato 10.000 euro që kishit zoti Altin, i kalojnë zotit Elton. Ose Qerosi si që njohim. S'ka problem, dhe Qeros e pranojmë. S'ka problem. Vazhdojmë pra me raundin patatja e nxehtë. Ju, zoti Altin... O, e hëngra patatën unë tani, vazhdo. Jo, nuk më kuptove, zoti Altin, ju duhet përzgjidhni fushën. Fushkrujën. Jo, zoti Altin, përzgjidhni një argument, ju lutem. Historia, kujdes. Pyetja është: George Washington. Ja, fillova duke uftof.
jo vetëm që ja preu pemën e qershis të jatit, por edhe pranoi që ja kishte prerë pemën e qershis të jatit. Mund të na thoni, pse i jati i George Washington nuk e ndëshkoi për gabimin George Washingtonin? Sa i kishte akoma ndorë sapatën. Esakt! 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 Mjafton. Faleminderit. Mjafton, zoti Altin. Denom. Kujdes, zoti Elton, kujdes. Kujdes, ju lutem, ruani gjakftotësinë. Kujdes, sfida është e vështirë, por deri tani zoti Elton është më mirë. Mos harrojmë, ai ka ardhur shumë i përgatitur për të fituar të Më në valle. Të tëra, pra zoti Elton, të tëra. Kujdes. Kalojmë tek raundi i tretë i lojës që quhet domino. Këtu kemi 3 zarfe. Zgjidhni një nga këto 3 zarfe, zoti Elton, A, B apo C. Bën. K? Bën. B, atëre, vazhdoj me zarfin që sapo zgjodhi zoti Elton, që është zarfi C. Zarfi C, le ta shikojmë, ka një pyetje për ju. Po, dakor, kujdes. Pyetja pra për qerosin është kjo. Është e bardh dhe bie kur bën acar. Po? Bora, dë bora. Dë bora? Po. E pa sakt, zoti Elton? Po, zoti Eltin? Është një grua plak që ka rënë në një kanal. Esakt! Faleminderit! Esakt! Pra, e bardh është një zonjë e thinjur që rëshket në akull, po nuk u mbajt mi. Strecat në gjiro. Po nuk u mbajt mirë, zoti Altin, po nuk u mbajt zoti Elton, po nuk u mbajt mirë. Dhe pyetja e fundit për sot nga raundi domino është një pyetje të cilin do ta zgjedhi nga zarfat që kanë mbetur zoti Altin. Cilin zarf doni? Sigurisht që doni zarfin A, po zarfi A. Atëherë zarfi A është. Kujdes. Pyetja për ju zoti Altin, edhe për ju zoti Elton keni mendjen. Kujdes. Është pyetja e fundit për sot. Nëse njeriu ka evoluar nga majmuni, atëherë pse kemi akoma majmun? E ndërkohë që konkurrentët tanë mendohen bashk miru Miru shka bashi. pafshim.